që nga fillimi i historisë moderne të aviacionit, njerëzit kanë raportuar drita të çuditshme në qiell, objekte që lëvizin me shpejtësi të pabesueshme, forma që nuk i ngjajnë asnjë avioni të njohur. Pyetja që ka ndezur imagjinatën e njerëzimit për dekada është e thjeshtë: a jemi të vetëm në univers apo dikush po na vëzhgon? Në vitin 1947, ndodhi një nga ngjarjet më të famshme në historinë e UFO-ve. Në shtetin amerikan të New Mexicos, pranë qytetit Roswell, një objekt misterioz u rrëzua. Ky incident u bë i njohur si incidenti Roswell. Fillimisht ushtria amerikane deklaroi se kishte gjetur një disk fluturues, por shumë shpejt deklarata u ndryshua dhe u tha se objekti ishte vetëm një balon meteorologjike. Megjithatë, për shumë njerëz, kjo ishte fillimi i një misteri të madh. Teoritë konspirative sugjeruan se një anije aliene ishte rrëzuar. Trupat e krijesave jashtëtoksore ishin marrë nga ushtria dhe gjithçka u mbajt sekret nga qeveria amerikane. Gjatë dekadave të fundit, shumë pilotë ushtarak kanë raportuar objekte të paidentifikuara. Një nga rastet më të famshme ndodhi në vitin 2004, gjatë një stërvitje të marinës amerikane. Pilotët raportuan një objekt që nuk kishte krah, nuk kishte motor të dukshëm dhe mund të fluturonte jashtëzakonisht shpejt. Ky objekt u bë i njohur si Tic-Tac UFO incident. Pilotët thanë se objekti lëvizte në mënyrë që teknologjia njerëzore aktuale nuk mund ta shpjegojë lehtë. Në vitin 2021, Pentagoni publikoi një raport për objektet ajrore të paidentifikuara. Raporti analizoi më shumë se 140 incidente të regjistruara nga ushtria. Konkluzioni ishte i habitshëm. Shumë prej këtyre objekteve nuk mund të identifikoheshin me teknologji të njohur. Megjithatë, raporti nuk tha se ato janë patjetër jashtëtoksore. Shpjegimet e mundshme përfshin teknologji sekrete ushtarake, dronë të avancuar, fenomene atmosferike të panjohura ose gabime të sensorëve. Një nga teoritë më të diskutueshme thotë se UFO-t mund të jenë sonda vëzhgimi nga civilizime të tjera. Sipas kësaj ideje, një qytetërim shumë i avancuar mund të studiojë tokën, ashtu si njerëzit studiojnë kafshët në natyrë, pa ndërhyrë drejt për drejt. Disa studiuese krahasojnë këtë me një program kozmik vëzhgimi. Ideja është që një civilizim i avancuar mund të jetë duke monitoruar zhvillimin e njerëzimit, duke studiuar teknologjinë tonë ose duke vëzhguar planetin, por kjo mbetet vetëm një hipotezë. Universi është jashtëzakonisht i madh. Në galaktikën tonë rruga e qumshtit ka rreth 100 deri në 400 miliard yje. Shumë prej tyre kanë planete. Kjo është arsyeja pse disa shkencëtar përdorin një formulë që përpiqet të vlerësojë sa civilizime inteligjente mund të ekzistojnë në galaktik. Por edhe nëse ekzistojnë civilizime të tjera, distancat në hapësirë janë kaq të mëdha sa udhëtimi mes yjeve është jashtëzakonisht i vështirë. Shkencëtarët janë të kujdesshëm. Organizata si NASA po kërkojnë shenja jete inteligjente në univers. Deri më tani nuk është gjetur asnjë provë drejt për drejt që UFO-t janë anije aliene, por disa fenomene ajrore mbeten të pashpjegueshme. Pra shkenca thotë, misteri ekziston, por prova për alien nuk kemi ende. Çdo natë qielli mbi tokë është i mbushur me miliarda yje. Diku mes tyre mund të ekzistojnë qytetrime të tjera. A është e mundur që disa prej tyre të kenë arritur të na vizitojnë, apo dritat që shohim në qiell janë vetëm fenomene që ende nuk i kuptojmë? Derisa të gjendet një provë e qartë, pyetja mbetet e hapur. Apo na vëzhgon dikush nga yjet, apo ne jemi vetëm në univers?